Si është peja? Mirë shumë. A kemi kompani, para se me fillu, se do të flasim ne edhe për tema tjera, unë nuk do të mund ta huq mundësin që të flasë edhe për një temë tepër të nxehtë me juve, por para se çka atje flas për këto temat e qytetarëve. A kemi kompani për mirëmbajtjen e ndriçimit publik? A keni kompani të kontraktuar momentalisht? I kemi kompaninë e kontraktuar dhe kemi 2 punëtorë të komunës që merren me këtë. Okej, mirë, do t'ju shkruaj edhe në WhatsApp Rruga Ali Hysi, numër 3. Është një foto që më përsëritet vazhdimisht, janë 3 drita që kanë problem, nëse mund t'ja përcjellni kompanisë dhe të shkojnë dhe ndërhyjnë, besoj që do ta përmirësojmë jetën e qytetarëve aty. Është një telazhe që kjo ekipi që kem komunal nuk ka furnizim, domethënë nuk ka furnizim me drita për me mujt me kry këtë punë. E kompania që kemi të angazhume është të angazhume me kry do punë që i kemi me shkolla, me sende tjera dhe nuk mundet këtë muj dhe mujnë tjetër me dalë në teren se kemi obligime tjera. Jeni të punu në ndryshim në për shkolla, apo? I kemi të rregullime disa, jo të vjetra, edhe i kemi do punë që jemi të i kry rreth shkollave, edhe disa rrugë që janë më me interes publik më të madh për mu rregullu.